kur kërkojmë ne ndihmë shpesh herë, ne kërkojmë ndihmë vetëm për trup. Po. Në anën tjetër, aspekti shpirtëror, aspekti mendor, aspekti janë përjashtu, domethënë është nda njeriu është duke u pas si objekt, jo si tërsi që jemi të përbër prej trupi, prej çkafit ushqet, prej gjërave të tokës, apo? Po. Edhe në fund, Në tokë mbet edhe shkrinjat këtë. po, shpirti ka tjetër lloj trajtimi, mendja ka tjetër lloj trajtimi, zemra ka tjetër lloj trajtimi, pra këto nuk do të ndarë, këtu do të një baraspesh, këtu do të një ekuilibër. Prandaj unë nuk shoh kur farë kundërshtie, komplet me marrë në veprimtarin e dërguarit fundit, ndryshe është sill me një beduin pa informacion, ignorant, ndryshe është sill me i cili ka rinu në xhami, sill botë me të. Ndërsa një person i cili ka pas dije dhe ka vendos unazën e arit, ja ka marrë edhe ka hudh. Pse? Ka dije. Me të ka pas një sjellje tjetër. Pak më të vrasht. Pra, për një pyetje, kur e kam pyet shumë paralele mirë. Po? Ai ka urinu beduini, i ka shku me të buce ignorancë, a ki tjetri me dije unastarit, ja ka pak do tjetër mas. Po, kur i është bë pyetje, kur do të ndodh kiameti? Përgjigje ndryshme për disa persona. Një personi ti ka thonë çka ke përgatiti për të, tjetri ti ka thonë në qoftë se pozitat e mëdhaja i marrin njerëzit jo kompetent prej të kiametin, domethënë disa dietar kanë thonë ky sigurisht ka qenë një person i cili ka pas dëshirë pozitë dhe ja ka bën me dije, pra shpesh herë për një pyetje të njëjtë ka dhënë përgjigje të ndryshme për personat e caktuar. Dhe kemi edhe në Kur'an për shembull çështjen e përballimit frikës, që është përmend para 1400 vjete, që Aaron Beck pastaj përmes një shkolle psikologjike e quajtur CBT, që është më e përhapura sot në botë, si ka ndodhur kur i ka thënë Zoti Musait hudhësh shkopin. Në çka është ndru shkopi? Në gjarpën. Çfarë i ka thënë? Merë gjarpën, kape gjarpën. Ka pas frikë dhe ka pas hezitim, sepse gjarpër, apo mirë po e ka kap dhe shëndru në shkop. Kjo është ai ushtrimi që kur del pastaj në mejdan me ata magjistarët me qenë i përgatitën. Kanë thënë dietar, ti kish ndodh për herë të parë që me hudh shkopin më shëndru në gjarpër dhe gjarpërin më shëndru në shkop, sigurisht se kish me pas frikë edhe mësaj edhe s'kish me shku ai ballafaqimi në rregull. Pra ka ndodhur stërvitja, e ka largu se si themi ne tremën, frikën dikon tjetër. Kjo është e thjeshtë çka bëhet. Ka dikush frikë prej qenit? Çka i thon? Afro te një qen i vogël, te një klësh, preke. Pastaj te një më i madh. Ose ka frikë dikush me dalë në podcast. Çka i thonin? Hajde herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, katërt. Po se unë emisionin e parë me edhe shte, jam çliru shumë. Pra, gjithë janë këto përvojë. Kjo përvojë është përmendur në Kur'an. Pra, nuk është diçka psikologjia jashta domenit njerëzor. Problemi është kur instrumentalizohet edhe përdoret për qëllime negative.